Mirë se vjen në Golden Truth. Ky është parashikimi javor nga data 12 deri me datë 18 janar për 12 shenjat e zodiakut. Duke filluar nga dashi, në dashuri do të keni biseda të hapura të sinqerta me njëri tjetrin për hatërmbetjet, për pakënaqësitë tuaja dhe kjo do ta forcojë më shumë marrëdhënien. Në punë, disiplina, përkushtimi do t'ju jap rezultate shumë të mira dhe rezultate afatgjata. Për sa i përket shëndetit, duhet të keni kujdes me lodhjen me ngarkesën. Për demin, në dashuri do të keni momente të hapura, momente ku mund të ndani histori nga e shkuara, histori të cilat do të ju bëjnë që ta njihni njëri tjetrin në një dimension komplet të ri. Në punë keni ide të mëdha dhe mundësi për zgjerim, por duhet keni kujdes me detajet. Për sa i përket shëndetit, qëndroni të qetë dhe shmangni stresin e tepërt. Për binjakët, marrëdhëniet në dashuri do të forcohen, sepse partneri ose partnerja do t'ju pranojnë për individualitetin tuaj pa u përpjekur që t'ju ndryshojnë. Në punë, produktiviteti do t'jetë i lartë, por kërkohet kujdes me komunikimin. Binjakët, për sa i përket shëndetit, duhet kenë kujdes nga ankthi, duhet kenë kujdes me shëndetin mendor. Për gaforen, në dashuri do të keni përvoja të reja dhe emocionuese dhe njohje të reja shumë interesante. Puna, përpjekjet e qëndrueshme sjellin sukses dhe qëndrueshmëri, kurse shëndeti kujdes me balancën emocionale dhe me relaksimin. Luani tërheqje e re dhe e veçantë në marrëdhënie me emocion dhe me risi. Puna do të keni rezultate mjaft të mira, do të vlerësoheni nga kolegët dhe nga afrorët tuaj. Shëndeti, kujdes me zemrën dhe me qarkullimin e gjakut. Virgjëresha, në dashuri do të zbuloni disa sekrete, disa të fshehta që do t'ju hapin sytë ndaj qëllimeve dhe ndjenjave reale që personi i zemrës ka për ju. Në punë do të ndjeni të lodhur, të ngarkuar, do të keni një kërkesë të lartë llogarie nga ana e afrorëve tuaj. Për sa i përket shëndetit, do t'ju duhet të kujdeseni për gjumin, mund të vuani nga pagjumësia gjatë kësaj jave, do ta keni të vështirë të qetësoni trurin për shkak të mendimeve të shumta. Peshorja, në dashuri do të ndjeni të përgëdhelur, do të ndjeni të vlerësuar, do të shëroni plagët e shkaktuara nga një lidhje e shkuar. Në punë do të ndjeni të vlerësuar dhe do të merrni respekt nga afrorët dhe nga kolegët tuaj. Shëndeti do të jetë shumë i mirë gjatë kësaj jave, edhe shqetësime që mund të keni pasur në javët e mëparshme ose në muajt e mëparshëm do arrini që ta kaloni atë shqetësim dhe të ndjeni shumë mirë, shumë në formë. Akrepi, dashuria do të ketë ndjenja të forta, ndjenja të thella, do të kërkoni sinqeritet dhe autenticitet në marrëdhëniet tuaja gjatë kësaj jave dhe do të kërkoni llogari shumë, do doni të dini gjithçka. Puna do të ketë sfida, por gjithashtu edhe mundësi për rritje nëpërmjet përpjekjeve tuaja. Shëndeti, kujdes me balancën ndërmjet shëndetit emocional dhe fizik. Kurse shigjetari, dashuria, do të keni xhelozi, do të keni kontroll, do të keni posesivitet nga ana e partnerit ose e partneres, por ju doni liri, doni t'i bëni gjërat ashtu siç doni ju, pa ju kontrolluar askush. Në punë do të keni ide shumë interesante, do të jeni shumë aktiv, por kujdes me sinqeritetin e tepërt sepse mund të krijoni armiqësi në punë. Për sa i përket shëndetit, do të jeni në formë, do të jeni shumë energjik, vetëm në momente caktuara mund të ndjeni një lodhje dhe një ngarkesë të fortë fizike. Priciapi, në dashuri do të kaloni momente të bukura, momente romantike, do të ndjeni më të dashuruar se kur më parë. Në punë, sakrificat, përkushtimi juaj do t'ju shpërblehet me rezultate pozitive.
Për sa i përket shëndetit, do të ndiheni më në formë se kur më parë. Nëse jeni marrë me aktivitet fizik ose me palestër, do të shikoni rezultate shumë të mira në këtë javë dhe do ta pëlqeni shumë trupin tuaj. Kurse ujorët në dashuri do të keni një javë interesante, flirte, ngacmime, por do doni të jeni edhe vetëm, të jeni të pavarur, të jeni single dhe mos ju kërkoj askush llogari. Në punë do të keni takime shumë produktive pune dhe mjaft premtuese për të ardhmen. Për sa i përket shëndetit, kujdes dhe mbani një balans mes kohës që dilni, argëtoheni, ushqimit, alkoolit të tepërt, ndoshta edhe substancave të tjera për disa, dhe kujdesit ndaj trupit dhe ushqimit dhe vitaminave dhe që gjithçka të jetë sa më e balancuar. Peshqit, në dashuri ju do të kërkoni llogari, do të kërkoni plane për të ardhmen, do doni të dini statusin e marrëdhënies tuaj, ndërkohë personi i zemrës nuk do t'ju jap përgjigje të qarta. Kjo do të krijoj stres dhe konfuzitet, do t'i dedikoheni 100% punës në këtë javë për të larguar mendimet edhe pikpyetjet e shumta që keni në lidhje me dashurinë. Prandaj për sa i përket shëndetit, kujdesuni që të mbani stresin nën kontroll dhe ankthin që do të ndjeni në këtë javë. Nëse ti do të dish në mënyrë specifike si do të jetë kjo javë për ty, apo ke disa pyetje që do përgjigje, rezervo një lexim privat me mua në www.goldentruthtarot.com.